Gazetari Ertan Hoxha deklaron se një skuadër pushkatimi është përgjegjëse për vrasjet më të bujshme në 7 vitet e fundit, ku kanë eliminuar disa nga figurat kryesore të krimit në vend. Sipas gazetarit, kjo skuadër vrasësish është e pamëshirshme dhe e vendosur ndaj kujtdo që është objektivi i tyre. Hoxha ka publikuar pamjet e ekzekutimit të 40 vjeçarit Bledar Birçaj nga Vlora, ku thotë se është gati identike me vrasjen e Gilmando Danit. Prej vitesh një skuadër pushkatimi po vepron si një entitet i pavarur, por me saktësi kirurgjikale. Kjo skuadër pushkatimi është përgjegjëse për vrasjet më të bujshme në 7 vitet fundit, duke eliminuar njëri pas tjetrit disa nga figurat kryesore të krimit në 2 dekada. Të pamëshirshëm, të vendosur ndaj kujtdo që është objektivi tyre, me një efikasitet gati kirurgjikal, ata shfaqen rrallë, por kur shfaqen, atëherë bëj gati një kuror me lule për objektivin e tyre. Asnjë skuadër pushkatimi nuk ka mbijetuar kaq gjatë në botën e krimit sa ata. Duket sikur ato që nuk e bën dot spak ndrrimin e elitës kriminale në vend, ata po e bëjnë me një efikasitet të frikshëm. Vrasja e Gilmando Danit përpara aeroportit ndërkombëtar të Rinasit dëshmoi se ata mbeten në mbrojtjen e aleancës, struktura kriminale që po kontrollon vendin dhe ekzekutojnë si një zyrë për mbarimi vendimet e saj. Më poshtë është videoja e ekzekutimit të 40 vjeçarit Bledar Birçaj nga Vlora. Duket gati identike si 2 tika uji. Mesditën e 10 majit 2021, Bledar Birçaj, i cili kishte vetëm pak ditë që ishte kthyer nga Spanja, u qellua nga një skuadër pushkatimi në vendin e quajtur Bishti i Kaldrëmit. Si në rastin e Rinasit, edhe në Vlorë, viktima udhëtonte nën shoqërinë e oficerit antidrogës Granit Deromema, ndesa në pjesën e pasme të automjetit ndodhej dhe 20 vjeçari Edison Zeneli. Si në rastin e Rinasit, autorët të veshur me uniforma të trupave speciale kanë parkuar në anë të rrugës dhe sapo BMW-i spes shfaqet, ata zbresin nga makina dhe hapin zjarr drejt viktimës pa mëshirë, por me saktësi të madhe duke u kujdesur të mos qellojnë oficerin e antidrogës në sedilen e parë dhe pasagjerin në sedilen e pasme. Vrasësit në të dyja rastet kanë informacion të saktë për lëvizjen e viktimës dhe shfaqen në skenë në çastin e duhur. Edhe në rastin e Vlorës, qitësi kryesor i bie nga dora diçka që duket si automatik, por në fakt është rrati një pistolete Glock 19. Autori kthehet dhe e merr armën për të mos lënë gjurmë në vendin e krimit. Pajisja në dukje si automatik shërben për ta kthyer pistoletën në një armë me precizion të lartë, pasi në këtë mënyrë qitësi e fikson armën me të dyja harmat si automatik. Kanë më shumë se 4 vite nga ngjarja e Vlorës, por autorët nuk janë gjetur. Në të dy rastet, viktimat që sapo janë kthyer nga Spanja shoqërohen në Vlorë nga një oficer antidroge, në Rinas nga një agent i mbikëqyrjes policore. Nëse nuk do të kishte lidhjet e forta brenda agjencive të zbatimit të ligjit dhe krahat e ngrohta nga lidhja e fortë me pushtetin, kjo skuadër pushkatimi së bashku me aleancën që e komandon nuk do të ishte qëndruar kaq gjatë të paprekshëm. Në video atentati i 10 maj 2021 kur ekzekutohet Bledar Birçaj në qytetin e Vlorës.